Si ta bëni make-upin e maturës nëse keni fustanin e zi? Kjo është pjesa e dytë që ju tregoj si të bëni syt. Nisim si fillim me një concealer pra Sharon. Do nisim me një transition shade për t'i bërë set dhe të gjithë concealerit. Tani që e sfumova, do marr pak bronzerin që përdora për të gjithë fytyrën dhe do vendos për ta errësuar pak më shumë. Duke lënë pjesën poshtë vetullës të hapur. Me një fuqe pak më të vogël do marr këtë kafen këtu. Do bëj mix të dyja dhe do ta fokusoj në cep të syrit, duke sfumuar lehtë për lart. Tani që e vendosa, do marr përsëri fuqe në fillim dhe do e sfumoj të gjithën bashkë. Do erësoj dhe pak fare me një kafe më të ngrohtë. Të njëjta ngjyra lart do vendosim dhe poshtë dhe do ta sfumoj me një fuqë të tillë. Concealer i hapur në fillim të syrit. Do t'i bëj blend me një fuqe, pastaj do i bëj set me një eyeshadow më të hapur. Eyelinerin mund ta zgjasni pak më shumë se zakonisht, sepse do vendosin çerpikët falso, nuk do bie aq shumë në sy. Marr pak concealer dhe do pastroj pjesën poshtë eyelinerit, që dhe syt të duken më të tërhequr, dhe do sfumoj pjesën poshtë. Highlighter në inner corner dhe poshtë vetullës. Vendosa eyeliner dhe në inner corner për ta bërë syrin të duket më shumë si cat eye. Xixa në inner corner. Çerpik falso në cep të syrit, buzët me një laps kaf, do e sfumoj me një laps pak më të hapur, po vendos këtë glossin e verdh. Do mbaroj make-upin duke hedhur edhe një herë setting spray. Dhe ky është make-upi përfunduar.